këtë vend që shtuhet mëti ka thirë zoni Muhammed gjithë. Përveç që kum pas bab, jem krenar që rrethina flasin mirë, thojnë mullazem është zërë me pas edhe një. Këtu po shifet që minaren e kanë shkatru, e kanë hedhë najrë edhe ka metën xhamia pa minare. A ka bëjrëm, sot jemi në Dragobel të Malishevës tek Mulla Selim Pacharizi. Jena musafir në udhën e tina, kështu që po tërkosëm derë dhe bismillah po shkojmë. O Mulla Selim Pacharizi. A ka bëjrëm? Selamu alaikum. Qyshi, a i mirë? Që mirë të qyshi? Mirë se gjatëm. Në kohën e luftës neve, sukur që dihet shumë sene jo, po të gjitha nuk kanë djegë, me përjashtim atyre që kena mujtë mi marrën në shpinë. Në shpinë, se tjerat janë djegën edhe në traktar, edhe në kerë, edhe kështu me radhë. E prej atyre që kena mujtë me marrën në shpinë, janë konë pak libra edhe fotografi. E tani, për atyre fotografive, konë edhe kjo fotografi e babës, Rahmeti po shpirti, manë mosh, kura konë manë mosh, kurse edhe një tjetër fotografi e kena aja ma e re, se la është ma e re. Tu pak ma i ri, sigurisht ka konë baba ma i ri. Unë thashën edhe më përpara përveç që kom pas bab, jem krenar që rrethina flasin mirë, thojnë mullazem është zërë me pas edhe një. A koni sërt heq, më duke që i urtë, më duke. Pasha Zotin, Shushu që ako huqë. E përra në përgjigjë. Xhamit këtu jënë që akon xhamia vjetër për para, xhamia vjetër dhe me thonë, e Asrazubit, 97-ën e kemi prish, dhe me thonë me iniciativën e xhamatit se nisi mu demulu, nisi mu shkatru, kadal, edhe këtu e kemi prish, që tani ku kam betë vetë minarja, edhe kemi fillu prej fillimit, dhe me thonë, me maru xhamien me xhamatin e Asrazubit, Kur e kemi fillu në majt 97-ës, me të parin 10 orë e kemi përfundu edhe kemi fillu me falë namazin e drekës në xhamien e re. E që në këtë fotografi, këtu po shifet që minaren e kanë shkatru, e kanë hedhë najrë, edhe ka metën xhamia pa minare. Fotografi tjera kemi të kësona, tani që këtu kur është konë me minare xhamia e re, po që është ta në fillim, 99 e kanë shkatru minare, e kanë hedhe najrë, a në 8 orë të vitit 98 e kanë granatu për janë së minarës, xhamia pasi që u bon një vetë e ndërtume. Tani kemi këtu pjesë tjera të mrenshme të mafidit atje, kjo është fotografi e hershme e xhamias Nelt, dhe me thënë xhamias vjetër, kjo është fotografi e xhamisë pasi që është ndërtu, që këtu kohë kemi pas edhe një fontan, kemi pas nisë me ndërtu të mirë, u gëzum shumë atërë kërë marum këta kështu, dhe me thënë që kjo fotografi pak me mirë, u gëzum shumë, edhe prej fillimit në këtë vend që shtuhet mëti ka thirë zoni Muhammed gjithë, kur kemi falen bajramin e parë në këtë fotografi, është falja e bajramit të parë atëherë, këtë xhamien e re, xhamati e asaj kohës që shumica për i ty në këtu, jo shumica shërë, po këta më shumë që kanë rrunë botën tjetër, edhe këtu të e majtë hydben, të mbatin këtë fotografi këtu jenë xhamati, dhe me thonë, në bajram është fjalla, në bajram. Edhe kjo, po ashtu një fotografi e mirë, edhe kjo në hydben, të e majtën mirë. Këtu, edhe herë për përsëris, këtu është ku kemi shkatru xhamien e vjetër, kemi fillu me temelet të reja, edhe prej këtujt ka fillu mu ndërtu. Xhamati i Asrazubit janë konë njerëz edhe janë kontribut dhënës të mirë edhe të sinqert. Që kjo një fotografi e xhamies të hershme.
Xhamia e hershme. Shumë pak shifet, po Xhamia vjetër. e vjetër, po xhamia vjetër, po. Kjo xhami është ndërtu në vitin 1904. Xhamia vjetër. 1904. Edhe Astrazubit tregojnë, thojnë, në atë kohë na konë me xhamatin e xhamisë Maralijes, mirë po ata për shkak një mos marrëveshjes në mesin e tyre, si xhamat, dalin në Astrazub me thonë, ndihmona neve, ana neve, kështu me radhë, edhe paria e Astrazubit thojnë, ju jeni vllazni, jeni familjarët juaj, vazhdoni me renin e juaj, na dojna me fillu xhamien tonë, edhe kanë një xhamien me vetë kontributin e tyre. Mirë po në atë kohë kishin dhënë kontribut edhe xhamati i xhamisë së Astrazubit, por edhe njerëz të tjerë, sikur që kanë qenë Eles Akt, kanë thonë Eles Akt e Turjakës, ata tani në Prizren, kishin dhënë kontribut, kanë dhënë kontribut Balia i Tërpezës, i cili edhe vendin e ka lëshu xhamisë ku edhe sot ekziston xhamia. Dhe me thonë njerëzit, përveç që ka lëshu vendin, ky Balia kish kontribua edhe me mjetet tjera materiale, sidomos mjetet e drunit që kanë konë nevojat ndryshme, me shqipka, me marteke, me shtylla tjera që. Me një fjalë, xhamia e Astrazubit është sot në funksion. Aty në këtë vend, babë e birë, kemi vazhdu, kemi shërby mbi 75 vjetë babë e birë, por, elhamdulillah, kemi kalu mirë, kemi lanë të bashkum, të afrum, sa dhe kanë hoxhin e tyre, edhe lusim Zotin të bëhen edhe ma mirë, të shkojnë edhe ma mirë, të vazhdojnë edhe ma mirë, inshallah. Thojnë edhe të djemve, edhe dhe më tjerë, për ndryshe kjo këto është e këshillit kur kemi dalën në pension, këshilli në ka dhani mirë njohje, këshilli Bashkisë Islame, edhe këto shoqatën e kemi shoqatën e Bereqeti, jemi mënu në atë kohë me kontribu, një herë kemi formu, tani jemi mënu me kontribu, edhe kështu që edhe këtu në kanë dhani një mirë njohje, edhe të tjera të ndjemve, jenë të mive, kështu. Sa ke ku më morë me libra me lexu, me... Pasha Zotën tash i gati librat e në bënë telefon, krejt, me që ata unë prapë lexoj në Kur'an ma tepër, ati kështu, me Kur'anin. Tash në kohën e funit e kom banë shprehi, dhe me thonë, me i gajt pak babës, se baba jam, akon njeri lexueshëm, akon shumë i lexueshëm, edhe pa 3-4 orë në ditë nuk e kalon kur leximin e, kur pa i bën 3-4 orë. Nëse i ka shku koha me në angazhimin e punë, ai gjumit i ka thonë, o e valla, e ka lexu Kur'anin. Tash po më kujtohet ato që ai kishte punu. Unë tash kom bash për ai kështu dhe më kena lexu pak a shumë gjithë, mi po në kohën e funit disa sure vazhdimisht me lexu para se mu me flajt, edhe në sabah kur shkojna, edhe në xhami, edhe mas sabahit, me një fjalë më shumë ma tepër me Kur'an, se qysh më theke baba Rahmeti po shbirti, o birë thanë këtë botë, ta nuk dukon sa du tu, për dhe ti thamë lishta vetë. E mami edhe parim ato që se më lanë vetë. Edhe në balë, alhamdulillah, jemi bo një familje mirë e madhe të këtiri dikon, mirë po ma mirë më netë me ato që nuk më lanë vetë. E kush është taj Kur'ani azim më shanë, Allah i na shoqërof me të tanë jetën, inshallah, neve dhe tanë ata që e besojnë edhe që e dojnë, inshallah. Bismillah. Maselem, një kjertë mirë pas e gëzëfsh, e kurit e ke patentin para luftës a mas luftës? Patentin e kom herë dhe patentin e kom marrën para luftës viteve 92-3 dikon, e kom marrën herët, u bonë sebeb do kushëri, po ne që në malëzi, edhe thanë hoqë për ty që ati është pak ma mirë, ma letë, nuk në mundin e fartë me ardhë, fanë derit atë herë dhe tash, gjithë ata më kanë bonë, mirë po ja kom po harin se ju munu me konë mirë, edhe pse kemi pasën e në shqetësim shtur dhe më në komunikacion, mirë po ju të randa, elhamdulillah. Cili e konë kjeri par që ju vëzita më men? Kjeri par akon Golf Nish. Golf Nish, ja. Po, Golf Nish akon, ku pas morë për një kushrënjë teme, ku pas morë atër moti, edhe jim pas gëzu shumë që e morë atëherë, veç shka ku babës, mi u gjetë pak një tërën pleshni, në herë me pas nevoj, me shku me to muajnë e sene, edhe qartë që elhamdulillah mirë, tani janë rru si pas nevojës, kurse këta, që ta është djemët, kur dole në penzion, kështin pas bu plan, me e babës një kërë, edhe me thonë për hajt koft, edhe e gëzafsh, me vazhdu, me punu ka pak, mas me dollë prap. Qështë ata ju me përpara, unë në penzion po me dollë, rrugën po me manolë, veç pun t'ju, vallaj, pun t'ju për shazotën. Që ta është, dhe me thonë, hale pa i boni vetë, i boni gati 30.000 kilometra.